Shqiptarët historikisht janë përballë me epoka të ndryshme para gjyqeve. Para çdo epoke, secilit gjyq ka pas një epokë betejash edhe sakrificash. Me lenë kështu me thoni diçka për hir të procesit, ndoshta s'jam konsumum pse thash edhe dikon tjetër, në prill të vitit 1998 në një aksion të forcave të njësive operative në Malishev edhe të plumit, të lumit në Malishev dhe të plumit që ka prim Baci Jakup, më shplaguz baba. Me nën pluma, po jo plag të rana. Edhe kam dëgju në radio duke thënë shok të luftës se u plagës plaku edhe përhaj plaga luftës. Po dhe kjo nuk ka qenë lavdia ma madhe jonja. Me 15 qershor të vitit 1998, më është vro migja si dëshmor i parë në Malishev. Edhe ka rastis me qenë gard në deri e trupi ti deri sa është vëros, duke apo plagën në ballë. Në luftën e Maqedonias, kam përjetu një moment edhe gëzimin edhe i dhërimin brana 5 minuta. Kur më kanë thirrë, më kanë thonë se është vro vllau, edhe derisa kam shku në spital, doktorët e kishin kthy në jetë. Edhe kjo nuk është lavdia ma madhe jonja. Lavdia ma madhe kombi tonë është kur nëse ne secili për 1 minutë mendon se kemi mbi 12 martir, qytetarë të vendi, që në prezencën e gruas, nënës, të fëmijëve, ka dollë para pushkatimit edhe kanë vra. Pra llogaritin e çfarë momente të historisë të lavdijës ka kalu populli jonë. E bona këtë analogji me thënë se sot përballja para këti trupi gjykus që në s'pëdu me krahasu me pushkatimin para policisë serbe, për se cili prej neve ka histori tilla, fjala e shokëve tonë të luftës në prezencë të familjarëve të tyre ishte po njëjta përballje, po e cila në të vërtet pa emocion, po duke na bë krenar e çmontoj propagandën e kësaj gjykate e cila është e pa drejt në themelet e sajna, e cila nuk është dashur në fillesat e saj të krijohet hiç. Po e përfundoj me këtë. Një ndër simbolet që një njerëzimi në luftë për drejtësi kundër racizmit e diskriminimit e kujtojmë Martin Luther Kingun me atë postulatën e ti të famshëm që thot pa drejtësia ndaj dikujt është pa drejtësi ndaj të gjithëve. Pro drejtësia nuk një këmp, po pa drejtësia na prek të gjithëve. Ata nuk janë aty për veten e tyre, ata edhe sot dëshmuan që janë për neve. Pro duke nis nga gjitha këto edhe nga ato që ne kemi diskutuar këtu, unë po e them se jo veç betejën me politikën, me prokurorinë, me armiqtë tonë, e kemi fitu sot edhe betejën ndaj kësaj gjykate.